Urdhro. Doktor, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Desha të pyes për diçka në lidhje me ngjyrën e spermës. Po? Kohët e fundit kam vënë re që del pak si e verdh. Ka ndonjë problem apo duhet drejtohem diku ose si e verdh? Po përpara si që? Përpara e bardh, e verdh, kur i pa kohë për shembull pa bërë seks, si më e trashme. Po bie në sy kjo, të ka rënë në sy, të shqetëson kjo, Më shqetëson. Është e verdh normalisht. Tashti këtu mund të ketë faktori që influencojnë. Mund të ketë ndonjë mikrohemoragji atje në rrugët e spermës. Në prostat, sa vjeçi? Në prostat mund të ketë diçka, në vezikulat seminale mund të ketë diçka. Pra mund të jenë ashtu gjurmë gjaku që i kanë ndryshuar ngjyrën spermës. Sido që të jetë, në këtë rast zeri sa ti je shqetësuar, unë do thoshe që të vesh tek një urolog edhe të bësh një analizë të spermës. Pa bësh një analizë të spermës nuk ka asgjë të keqe për të hequr ti merakun edhe për të prevenuar në qoftë se ka ndonjë gjë sa më shpejt të ndërhyjet, të rregullohen gjërat edhe të mos bëhen për më keq. Në qoftë se ka ndruar ngjyrë, normalisht nuk duhet të ndrojë ngjyrë. Po ka ndruar ngjyrë, kjo është një shenjë që diçka aty ka ndodhur.